Dhe thot Abdullah ibn Mesudi, "Wala yu'ti al-imana illa man yuhib." Dhe Allahu nuk ndodh që Allahu t'ja jep imanin, t'ja zbukuroj këtë iman në zemrën e tij, përveç sa ti njeriu që Allahu e do. S'ka mundësi. Nëse Allahu ta ka dhënë imanin, nëse Allahu t'ka bërë pjesëtar të kësaj feje të vetme të pranuar tek Allahu xhallahu ala, vallahi dije se Allahu t'ka dasht dhe se kjo është begatia më e madhe që mund t'i jepet dokujt në jetën e kësaj dunjaje. Çfarë se Allahu ja u ka dhënë dikujt pasurinë e dunjas, ama nuk ja ka dhënë imanin. Me çfarë do të shpëtojmë ne kur të jemi në varre me punët tona? Ne me çfarë do të shpëtojmë ditën kur do të dalim para Allahu xhallahu? Me çfarë ngushëllohemi ne në jetën e kësaj dunjaje përballë fatkeqësive dhe sprovave që i përjetojmë në jetën e kësaj dunjaje? Në qoftë se ne nuk e kemi imanin, në qoftë se ne nuk kemi në zemrat tona begatinë e besimit në Allahun xhallahu ala, vallahi ne nuk kemi asgjë tjetër. Nuk kemi diçka më të çmuar, më me vlerë, pasuri më të madhe se sa imani që konsiderohet si begatia më e madhe që Allahu ja jep dikujt.